sipas këtyne inxhinierëve që duhet ka degradu kohë pas kohë, me qenë sa është ngjitur me lagunën. Më e keqja është se mi çash qa mbi 40 metra, po komplet uji i lagunës tash vjen këtu. Po bën ciklin nga. Po, kjo bën ciklin e hidroburit nga atje këtu, kjo del këtu dhe nuk e tërheq nga banorët, nga tokat, edhe janë mbyt tokat. Thellësia bile këtu që e kena tash te niveli është rreth 4 metra që po mushet. Këtu ka kanë 5-6 metra mbushje. Bashkë me kryetarin e Bashkisë Lezhës, drejtorin e ujitje e kullimit në qarkun e Lezhës, ku një argjenatura ka një çarje prej rreth 24 orësh, ku Bashkia Lezhë, AKMC, Drejtoria e Dukut, Ministria e Bujqësisë, mjetet cilët janë në dispozicion. Jemi në fazën e përfundimit të mbylljes problematikës, por edhe të parashikimit të ndonjë problematike tjetër. Dua të falenderoj Bashkinë, AKMC-n, Drejtorinë për gatishmërinë që kanë pasur gjatë gjithë këtyre orëve. Megjithatë, jemi në gatishmëri plot bashkë me ekipin e Ministrisë së Bujqësisë dhe stafet e Dukeve, por edhe gjithë stafet e tjera që ka Ministria e Bujqësisë. Deri tash ne kemi bë të pamundurën për të bllokuar këtë qarjen e argjenaturës, e cila ndesh na ka kriju pasoja katastrofike, por falë ndërhyrjes shpejt dhe një organizimi të gjithë institucioneve, duke pas bordin në mes, bashkia, ushtria, gjithë kompanitë private me kamiona, me gjithë mjetet, me fadroma, me gjithë shka, me inerte, ne kemi punuar dhe vazhdojmë punojmë që ta mbyllim. Po është një situatë e cila mund të agravonte më keq, por falë ndërhyrjes tonë kam ngel këtu dhe mendoj se sonte ne do ta mbyllim patjetër. Dhe pas kësaj, pastaj do presim që situata të përmirësohet në zonat përreth.